للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد Allahun e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatët dhe selamet ja përcjellin pejgamberit të Allahut Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun azza wa jall, rahmeti dhe falja e tij le të jetë mbi ne dhe mbi gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Besimtarët të nderuar, fjalët e fundit hutbës kalume ishin kur ata dy shok të ngusht, njoni prej tyne u ul me pejgamberin alayhis salatu vesselam me ngu se çka po thot. Kur ai shoki tjetër e pa që është ul me pejgamberin alayhis salatu vesselam, çka i tha atij me bu? Tha pshtyje në fytyrë. Dhe ai e pshtyti në fytyrë pejgamberin e Allahut. Pse? Se po thirr në iman. Po thirr la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Po thirr në vlera. Kështu që të gjithë ata që e kanë bërë këtë zullum ndaj pejgamberit alayhis salatu vesselam, edhe në hutbët e kaluara më kemi mësuar se përfundimin e kanë pas shumë të keq. Edhe ata që po mundon islamit në fytyrë, fez, dinit Allahut azza wa jall me i pshty, lusim Allahun azza wa jall me ullzu. Nëse ndijen e Allahut azza wa jall janë këta njerëz me ullzu që po e shajnë, po e sulmojnë islamin, nëse ndijen e Allahut janë me ullzu, Allah ju ullzoft. Nëse është e kundërta, Allahu azza wa jall popullin ton prej këtyne e rahatof njëre për gjithmonë. Thuni amin. Të gjithë ata cilët bën kësi veprime humbën, u shkatrun. Kështu që të nderuar vëllezër besimtar, duhet jemi të kujdesshëm edhe ne, duhet jemi të vëmendshëm se çfarë emaneti kemi marrë pe Allahut azza wa jall dhe jemi besimtar musliman, elhamdulillah. Mos mendojmë që ne kemi besuar nuk do të sprovohemi. Mos mendojmë që ne kemi thonë la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah dhe nuk do të sulmohemi prej tjerëve, jo. Kështu ka ndodhur me pejgambert e Allahut dhe me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu do të jetë lufta ekzistuese deri në ditën e gjykimit mes të mirës dhe të keqës. Por ata të cilët mirën me kësi veprime e humbin vet personalitetin e vet, e humbin vet burnin e vet. Tani mu kujtu një ngjarje. Ku frek lexova një ditë, një person, një njeri me biciklet i bjen një grus të vjetër, një grus plak e damton e orzon. Me biciklet i ka urzu. Jo me ja ofru ndihmën, po edhe ndale dhe po kesh dhe po bën hajgare me to dhe shkon. Veç pak largota e gruaja i thot ndalu se tra diçka. Kthehet ai shamra. Si kishra kur gjo? Tha shka mra që i po më thura, unë s'po shof që diçka ka. Jo, tha tra burnia.
tra karakteri, tra ndërgjegja. Kujdes të nderuar vëllezër besimtar, ta ruajmë ujin fytyrat tona, ta ruajmë burnin me sabër, me mbështetje te vekkul në Allahun subhanahu wa taala, se fitoria është me besimtarët. Ngjarja e radhës, ndodhia e radhës me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Këto ngjarje dhe këto ndodhi që po i përmendmi të nderuar vëllezër besimtar, mos ju shkojnë mendja dikujt që na po mbjellim pesimizëm, a çka u bë me neve marum. Jo. Na po e kujtojmë historinë. Se çka ka ndodhur dhe çka mujtët me ndodh me neve, ama fundi është në dobin tonë, në favorin tonë. Ubeje ka marrë një kock, ashtë një kock, të kalbën, ashtë i kocka e kalbën, të thot plohën bëhet moti, ka marrë atë kock, dreqit nuk i shkon mend, kuptim thojza, qka i ka shku dikujt mend me bo kundër Muhammedit alayhis salatu vesselam. Me mësimet dhe uzimet e shejtanit. E ka pa atë kockën, kalbë e ka marrë ndorë, që çfarë provokimi i bën Muhamedi alayhis salatu vesselam. E merr atë kockën e kalbën dhe e afron në afërgojës dhe afrohet Muhamedit dhe e fryn, ja jep syve. Me injoru dhe me nënçmu. Dhe këto zbresin disa ajetet Kur'anit dhe ky njeri do thot i përshkruan këty njeri që ti Ubeje që ka vepru kundër pejgamberit alayhis salatu vesselam 7 cilësi, 7 sifate. Allahu azza wa jall thot: "Wala tuti' kull halafin mahin." Mos ju bind. Këta që po bojnë kështu dhe kjo shka bojnë kështu o Muhammed, mos ju bind këti halafin mahin, këti beteri në nënçmum. Halaf, i thonë beterit. Tu bre beter ko ka bo, beteri beterit. Për në nënçmim, për një njëri i keq. Edhe kjo fjallë do të përdoret të na. Është e njofshëm. Allahu azza wa jalla thot pejgamberit alayhis salatu wassalam: "Wala tuti' kull halafin." Mos ju bind tulli beterit. Se beteri veç beterllëk e din me bo. Me hin dhe këti njerit keq e të përçmum. Hemmazim me shaim binemim. Kjo është një shpifarak që shpif, hemmaz, që bën nga tresa, me shain binemim, dhe ki detyra e këti është me përhap thashetheme. Mennain lil khajri, ky është ai i cili pengon hajrin dhe pengon të mirën, mu'tedin e thim, njerit edhe është një njerish që i shkel rregullat dhe normat dhe është njeri i cili është keqbardh dhe bën punë të këqija. Utullim ba'de dhalike zenim, një njeri i ashpër, i vrasht, i sert, veç saj zenim edhe kopil. Që e ka marrë ashtin dhe ju ka drejtu pejgamberit alayhis salatu vesselam, këtë zullum që ja ka bo, Allahu azza wa jall në këto 3-4 ajete ja numëron 7 cilësi dhe sifatet këqija, nënçmuese edhe të tronda, edhe në fund që këti kopili, këti dallaveragjie që do thot tonat këqija ty do në miti bo Muhammed. E që si njerëz shpifarak, këshe, që e pengojnë hajrin, që rrenë, që bojnë dallavera, që shpifin, që bojnë këqia e përhapin, ka dhe do të ketë dhe në popullin tonë, po ka të nderuar vëllezër besimtar. Tjetra, Ebu Gjehli, pejgamberi alayhis salatu vesselam u lutte Allahu boni dua 2 veta me pranu islamin. Ishte fjala për Omerin radiallahu anhu dhe për Ebu Gjehlin. Dashti Allahu azza wa jall që Omeri me pranu. Ebu Gjehli ja. Ebu Gjehli
për këtë faraon të Kurejshitve. Ebu Gjell. Eb i thojnë Ebu babës. Gjell, Gjellit, padijes, ignorancës. Dhe emrin e ka pas baba i Gjellit, i padijes, i ignorancës, i të kshijave. Ky Ebu Gjelli është ai i cili ka vazhdu me të vjetën e vetë. Po, është ull. E ka ngu pejgamberin alayhi salatu vesselam çka po thot. Ajetët që po i lexon, ama apat e ka vazhdu me të vjetrën. Dhe i ka bo zullum pejgamberit alayhi salatu vesselam, dhe është burr dhe është lavdu me të keqen, me zullumin, si sot që po lavdon dhe po mburën me të keqen. Allahu azza wa jall thot për Ebu Gjehlin, fela saddaqa wala salla. Ai është një njeri i cili as nuk ka besu, edhe as që kur do thot një ibadet, as namaz nuk ka fal. Çka pritet mo pe ti? Që nga dita e parë, ja ka pas ndalu pejgamber, ja ka pas ndalu pejgamberit alayhi salatu vesselam me dal në Kabe, në harem. Dhe jo sot këtë peshifni në përmjet televizionit Kabën, Bejtullahi, e zeza, Bejtullahi, dhe që aty do të ku bojnë tavaf, që aty kanë dalë, dhe ky, Muhammed alayhi salatu vesselam i ka thonë, s'ki ti shka del. Ti nuk ki shka del këtu. Ja ka mohu edhe drejtën elementare, me dalë do të në shpinë e Zotit. Një ditë prej ditëve, e ka pa Muhammedin alayhi salatu vesselam në një anë të Kabës, tu bo ibadet, dhe ju ka afru pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe i ka thonë, o Muhammed, atë kom thonë ty që tu mos me të pa. Pejgamberi alayhi salatu vesselam u idhnu, dhe me zo pak sa mat nalt, ju kërcnu Ebu Gjellit dhe i tha, ti nuk ke mundësi mu me mandalu. Kur njerëzit e kërkojnë drejtën e vetë të nderuar vëllezër besimtar, ti e kërkon drejtën tonë dhe të besimit. Me shpreh, me asene, dhe unë qështu bu du mu konë, unë qështu bu du mu besimtar, a i qëtë e minjerë të akuzon. Që se kanë akuzu pejgamberin alayhi salatu vesselam? Se e kanë ngritë zonin pak manal, dhe i ka thonë, ti së në pengon mu. Ebu Gjehli. Dhe Ebu Gjehlat e sodit, që ka thonë? Ja, ti po më kërcnon, po kërcnon, është kërcnim për neve, është kërcnim për bashkjetesën, është kërcnim edhe për sigurin kombëtare, mere me mend. Ti që vjen mu falë në gjami, ti që e falë gjumon, ti që vjen ndën kryet në sejde, kërcnim për sigurin e për gjithë shme. Të nderuar vëllezër besimtar, dhe Ebu Gjehli ka thonë pejgamberit alayhi salatu vesselam, unë jom ma kalabalok, unë jom ma i mal, s'ka ma të mal se sa une. Allahu azze ve gjell thot, fel jedu o nadje. Po pretendon që shtu, atër ti thira ata shok të vetë. Dale haptas kundra teje. Në një transmitim dhe në një rivajet tjetër pejgamberi alayhi salatu vesselam ju ka afru Ebu Gjehli një transmitim tjetër dhe ka kapër jake. Vaj halli thot për ty, o Ebu Gjehli, çka e ka mendon ti kështu? Dhe është largu Ebu Gjehli. Pas sa ngjarje të nderuar dhe me këto po e përmbyll me. Ebu Gjehli i ka vetë shok të vetë. Ka thonë, a bje Muhammed ishtin sejde, pranin e ju, rëtu falë të qabja, ka bo sejde, rëtu që që bojmë namasin na. Dhe Ebu Gjehli i ka thonë, a bjen Muhammed, të thonë, po bjen, se bon rëtu bon sejde. E ka thonë, kur të bjerë në sejde, unë ishti shkoj jandoj komën në kryin qaf, dhe ja zhalaviti kryt për levi. Kur bje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sejde, Ebu Gjehli afrod veç do në mendu komën në qafën e pejgamberit alaihi salatu wasallam, shokët ata tjetë po e këshyrin, ngjarjen dhe ndodhin, film po këshyrin, live drejt për zdrejt.
kur don Ebu Gjehli me ndu komën në qafën e pejgamberit alayhis salatu vesselam, ata e shohin diçka tremët dhe tërhiqet Ebu Gjehli mbrapa dhe kthehet te ta. Ata i thonë, po Ebu Gjehli çka ndodhi? Thot pasha ka bo benat zotnat e vet. Thot pasha latin dhe u zotin. Thot kur ndashta me ndu komën në mes meje dhe ti do të mu hap një humner, një hendek i madh dhe vloj ke zjarmi, u tuta që bobin to dhe u tërheqa. Allahu e mbron pejgamberin e vet. I dendi më robit vet, sepse ka një iman dhe një besim një la ilahe illallah në zemër. Pejgamberi alayhis salatu vesselam këtë ngjarje tregon, thot, kur ka dasht me ndua komën qaft Resulullajt të ne për tregon një qeter, thot, sikur të mprek të me dorë, sikur veç në prek të me dorë Ebu Gjehli, me la që kjon kon prezent aty roje kishin me bot copa veç sikur në prek të me dorë. Që të nderuar vëllezër besimtar, Allahu e ka garantu këtë din, këtë fe, këtë iman, ata të cilët e kanë zemrat e veta, Allahu ja rujt imanin, thuni amin. Të nderuar vëllezër besimtar, me gjithë këtë zullum dhe zullumet tjera që do të shpjegojmë hutbet e ardhshme, prap nuk kanë pas mundësi me pengu. A mune e shuk dillin, dritën e dillit me fryme, tipi toka që. Ja, kjo është islami jonë. Të nderuar vëllezër besimtar, të ecmi te para, të avancomi duke lexu, duke mësu, me dije dhe dije, dhe ishin fjalë te para dhe fjala tjetër para imanit tauhidit, falem ennehu la ilaha illallah. Dije dhe mëso dhe beso. Pra dija pa tjetër tjetë do të synimi jonë kryesor i përparimit dhe ngritjes tonë. Allahu e ruajt popullin tonë nga çdo e keqe. Allahu e ruajt imanin në zemrat tona. Allahu na boft mundët që na të përjetojmë ngjarjet e pejgamberit alayhis salatu vesselam, sepse Resulullah ishte ai i cili edhe përjetoi suksesin dhe fitoren. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.